Tani, mund t'jetë sekret shtetëror këtu në Kosovë, por nuk është sekret shtetëror për mua, që edhe presidenti e Kosovës është kërcënuar. Dhe këtë gjë nuk e dini, sepse nuk është asnjëherë, po e them sot. Është kërcënuar, sepse nuk ka lejuar që prokurorët të dhunonin zyrën e institucionit president Kosovës, se me demek do kërkonin edhe aty provat e krimeve kundër njerëzimit. Gjë që natyrisht do ta vendoste Kosovën në sytë e botës, një shtet ku deri në zyrën e presidentit gjenden prova për krime kundër njerëzimit. Dhe kërcënimi i presidentes ka zgjatur 2 vjet. Por për nderin e saj dhe për nderin e Kosovës, ajo e ka ndaluar ligjin tim.